Ngjarja Bau nga e Shtuna është vendosur në një hapësirë më të madhe, ku sipas drejtorit të kompanisë Driton Gjara, motoja jonë është më shumë hapësirë, më shumë produkte dhe më shumë mundësi. Fillimisht drejtori i kompanisë Gjara Grupit, Arrit Gjara, ka falendëruar të gjithë të pranishmit dhe po kështu falenderoi edhe klientët e tij. Tashmë është vendosja për t'ju ofruar një përvojë më të mirë, më shumë zgjidhje dhe shërbime më efikase të pranishëm. Ishte një numër i madh i musafirëve. E janë tash në lokacionin e ri dhe përfitoni nga oferta speciale për ditën e hapjes së hapësirës së re. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Fatiha. Për herë qoftë edhe mire. Për herë qoftë. Inshallah, pas së lutjes së fetare të kryer nga Muhamet Efendi Mazlami. Tani më duhet thënë se këtu në Gjara Bau, koncepti i kompanisë është se mund të gjeni të gjithë materialin ndërtimor për një shtëpi, nisur nga materiali ndërtimit, pastaj për suvatim llaçe, mjete për nxemje, ngrohje, ftohje, lloje të ndryshme materialesh. Përfaqësuesi i brendeve të rëndësishme për ndërtim si Makita, Bosch, përfaqësuesi i brendit të materialit, kanalizimit dhe instalime si dhe Sanitarioni Unit. Prandaj tashmë vlen të vizitohet kjo kompani në lokacionin e ri në rrugën William Walker, mbrapa Interixit në Prizren. Edhe uroj nga zemra që Allahu inshallah azza wa jall Zoti i begati bereqet kësaj pune. Kjo pikë është pika e shitjes që ka qenë andej. Faktikisht është një rihapje e pikës pak metra ma kënej për arsye se vendi ka qenë asise. Ajo që vlen edhe të thuhet është se sa herë bëhen hapjet, sikur në shtëpi kur hym, edhe kjo është një shtëpi e jona. Edhe për punëtorët një shtëpi e juja, sepse këtu e hani bukën halal. Mbani mend. Këtë punë që po e bani nuk është vetëm punë, po e bëjnë një punë për marrë një rrobë. Jo. Është një biznes halal, një biznes që është lodh për të, me djersë është bën. Është punu për të, edhe është mundu me i ik haramit. Edhe me qenë halal, sepse jemi musliman e nuk na takon harami, mundohemi gjithmonë me qenë. E kur ka halal, edhe i ruhemi haramit, Zoti e çon bereqetin edhe begatin, bekimin e tij.